Pas transmetimit të kronikës së djeshme në televizionin Alsat lidhur me kanalizimin në fshatin Reçicë e Vogël, sot me qëndrim ka dalë edhe komuna e Tetovës. Zyrtarët e kësaj komune mos fillimin e punëve për ndërtimin e kanalizimit e kanë arsyetuar me motin e keq që ka mbajtur, ndërsa kanë premtuar se projekti ka kaluar dhe në këshill dhe komisione dhe se i njëjti do të fillojë të realizohet gjatë muajit të ardhshëm. Ne si komune kuptojmë shqetësimin e banorëve të asaj lagje në Reçicë të Vogël. Ky projekt ka kaluar edhe në programën e vitit 2012, të cilën ka kaluar në Këshillin Komunal. Arsyeja për të cilën nuk kemi filluar kanë qenë kushtet klimatike. Shpresojmë se muajin e ardhshëm do të fillojmë me ndërtim kanalizimi atmosferik në atë lagje, e cila do të jetë prioritet nga projektet e tjera. Nga komuna e Tetovës po ashtu kanë paralajmëruar edhe fillimin e fazës së dytë të problemit madhor që kanë tetovarët, ujësjellsin. Edhe një lajm i mirë për qytetarët e Tetovës, do të thotë se shpejti do të fillojë edhe faza e dytë, edhe përfundimtare për ndërtimin e ujësjellsit, të cilën gjithë e dim këtë problematik ku ngeci me mos financimi nga Ministria e Transportit edhe nga qeveria, ku kryetari i komunës së Tetovës, profesor Bexheti, me forcat e tija i ka siguruar nga mjetet vetanake, nga buxheti i komunës për ta ndërtuar këtë problematik edhe një herë për gjithmonë qytetarët e Tetovës mos kenë problem me ujin e pishëm. Komuna e Tetovës prej vitesh ballafaqohet me mungesë të ujit të pishëm.